spakun real dhe spakun paralel e drejton vetëm një njeri. Kreu i Meduzës Edvin Kristaqia Rama. Këtu nuk mund bësh një aluzion, të mendosh se jo. Si mund të fshihen, si mund t'i fshehësh publikut emrat e qeveritarëve që shkuan dhe u takuan me trafikantët e drogës për të bërë marrëveshje për investimet e parave të tyre. Kjo nuk ndodh në botë kund përveç në Shqipërinë, Edi Rams që kontrollon këtë institucion në çdo qelizë. Qëndrimi ynë ka qenë që në fillim dhe ju duhet të keni shumë të qarta ato që deklaroj, kur nuk ndryshojnë në ato. Asnjë ndërhyrje në punët e saj nuk është proteste jonë dhe e drejta dhe morali duhet të ishin të pamshirë ndaj atyre që përpiqen t'ja u kapin apo manipulojnë atë protestë të rive shqiptarë. Përkundër, kam deklaruar dhe deklaroj se bazuar në 6 kërkesat e tyre, Partia Demokratike mbështet me të gjitha mundësitë e saj protestën jashtë çdo konotacioni, simboli partjak, por thjesht në frymën qytetare. E kemi bërë këtë në rrafshin brenda vendit, e kemi bërë këtë po me kaq zell në rrafshin ndërkombëtar dhe me sukses. Protesta ka marrë mbështetje ndërkombëtare të Partisë Popullore që qeveris sot Europën, partisë më të fuqishme sot në spektrin politik europian. Ky është qëllimi ynë, po as kemi tentuar, as nuk tentojmë, as nuk dëshirojmë, jo. Ne jemi forcë politike që ishim në protestë, doli kjo protestë dhe kërkesat janë të njëjta me ne, e mbështesim plotësisht. Janë disa klithma, përpjekje të opozitës, vegël e mirëfillt e qeverisë, e cila mendon se nuk mund të rritet si opozitë me praninë e Sali Berishës për faktin e vetëm se janë fake opozitë, për faktin e vetëm se flirtojnë, për faktin e vetëm se dhe ndaj ata shfrytëzojnë këtë protestë për një slogan apo parull të tillë. Por kjo as nuk e ka penguar, as nuk i pengon Sali Berishën, Partinë Demokratike për të mbështetur fuqimisht protestën.